është Armand Sallabanda, që unë do t'i drejtohem me Mandi, se çfarë kur e përshëndeta dhe i thash si je Armand, më tha kështu më thot mami kur është me nerva. Okej. Si je? Përshëndetje. Mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se erdhe. Tani, të tham vendosi pa kufje, po. Do ta mbajmë. Sa keni gënjur, një prilli. Po një prill burr. Një prill. Të tham vendosi pa kufjet që të dëgjosh siglën tonë që është prodhuar nga inteligjenca artificiale. Pash një reagim në fillim fare kështu. Çfarë është kjo? Ishte ritmi goxha. Ore. Të pëlqeu? Kemi diskutuar edhe me të ftuar tjerë që kanë këngëtar për shembull. Do t'ju nxjerr inteligjenca artificiale jashtë tregut, s'do keni punë. Unë nuk jam dakord fare me këtë gjë. Po ju fotografë do t'ju nxjerr, do përfundoni pa punë dhe jo për shkak të kësaj? Mund të them që do nxjerrë shumë profesione pa punë. Pa punë. Priteni këtë. Pa punë. Se nuk bëra ato zgjidhjet e gjuhës para se të fillonim. Kupa me kapak, kupa pa kapak. Kupa me kapak, kupa pa kapak. Ta provojmë një herë të treja të kupa. Është një tjetër që nuk mund ta them se na dëgjojnë tash njerëzit. Po na e thua një herë se edhe e presim. Pierdh do prith në prill pierdh. Se them dot. Jo, mund ta thuash, po varet ç'a thua. Kjo është çështja. Po si je? Mirë. I lodhur? Pak. Mund të lodhesh edhe më shumë. Mund të lodhesh më shumë. Pse mund të lodhesh më shumë? Ju jeni shumë të lezetshëm, unë ndjek gjithmonë, edhe komplimente gjithmonë. Tani nuk besoj që na gënjeve, s'është një prill. Jo, nuk është kjo, nuk është gënjim. Është sfidë. Ne çunat e kemi shumë të vështirë të gënjejmë. Po dhe ne gocat. Mendoni, domethënë gënjeshtrat tona janë shumë të bardha. Të bardha, sipërfaqësore, janë nuk e di naive. Aty për aty, domethënë të pa thurura të menduara kështu. Ku gënjenim prindrit tan kur ishim të vegjël. Ti e mban mend për shembull, të ka thënë ndonjëherë mami, hajde këtu se s'të bëj gjë. Se normalisht neve kush më ka thënë ke mami që kishim bërë një faj, me siguri një faj nga ato që ne se kuptonim çfarë faj ishte, vetëm mami kuptonte. Shkonim me dorën gati, apo rinim dorën edhe vinim dorën para kur dinim të hanim në edhe çan ndodhte pastaj. Mami kjo ishte një nga ato mashtrimet, po natyrisht. Sepse nuk kishte nerva të hiqte dorën dhe të më gjuante një shpull, mund të thuhet të lehtë. Të gjithë kemi ngrënë një shpull nga mami në çunë. Një thua. Ne kemi ngrënë gjëra tjera, jo shpull, po një shap, një shpull, një gjë. Kështu që ka shërbyer? A ka shërbyer në përfundim ajo? Jo. Nuk ka shërbyer. Nuk ka shërbyer thua, Jo. Se është diskutim i madh sot prindërinë. Ti ke besim ke prindi. Domethënë teorikisht ti je i predispozuar që në momentin ai thotë hajde këtu se nuk të bëj gjë, ai nuk të bën gjë. Po. Edhe ti hapesh e lë vetë çungarip me gjoksin para, ruan atë dinjitetin tënd, pastaj aty dinjiteti për tokë. Aty fillon e qan nga inati që jo se të dhëmbi, po nga inati që pse ma bëri? Po, nga diskutimi që ju çunat nuk gënjeni, shkuam te kjo. Si? Ti morë si shembull për të vërtetuar që vajzat, gjinia femërore gënjen. Natyrisht, jeni shumë të zgjuara se neve dhe gënjeshtrat janë më të zgjuara, më të sofistikuara. Nëse ishte për këtë qëllim, atëherë faleminderit. Keni dhe mimikën, keni një lloj teatraliteti kur e bëni gënjeshtrën, nuk është se si neve. Na traston fytyrë, na traston fytyrë. Me që ishim tek mimika, sa e rëndësishme është ajo në fotografimin e një portreti? Shumë sepse të paktën unë fillova me pyetje ti? Po patjetër. Çu e kemi ne? Shtyu e tërhiqu. Unë kam ardhur me një qëllim. Dikur mendoja që do bëja fotografi shumë të bukura, hoqa dorë pastaj. Pse? Nuk ishte gjëja ime, raporti me aparatin nuk ishte. Po çfarë të pëlqente nga fotografia? Pse duhet të bëje fotografi? Më pëlqente të kapja detaje të cilat transmetonin Mirë, këto janë fjalë të bukura. Pse ishe kurioze të bëje fotografi? Ç'a doje pse? Është pyetja. Më duket bukur, më pëlqen e bukura. Mirë, kjo është përgjigje shumë e mirë. Dhe të bukurën nuk e shoh tek ajo që në fakt estetikisht duket bukur. Po edhe tek ajo zonja që po shet perimet e rruga, domethënë pëlqen thellësia. Mua më duket e bukur. Ja, prap gënjeve. Më duket e bukur. Jo, më thuaj pse doje, cila ishte pjesa që ti ishe kurioze? Se përgjithsisht kush fotografon njerëz, apo është kurioz për natyrën njerëzore. Unë kam qenë shumë kurioz për natyrën njerëzore. Unë besoj që çdo njeri ka një histori të vetën edhe më pëlqen shumë të shkoj përtej asaj. Ti kur fotografon dikë,
është si të thithësh një pjesë nga jeta e tij apo e saj, sepse futesh në një lloj komunikimi që nuk është gjithmonë me fjalë, po është me mimika, si thua ti. Dhe të paktën në një kontekst pastaj më të thjeshtë që është ai komercial, çdo lloj gjëje që ndodh në trup duhet përcillet në fytyrë dhe unë ja them gjithmonë modeleve këtë gjën. Pra, ajo që unë nuk dua është që ato të jenë ca manikina. Njeriu nuk është manikin. Ne shohim në Instagram foto komerciale, foto fashion, që janë manikina. Ndërkohë që artistët e mëdhenj, fotografët e mëdhenj fashion nuk bënin manikina, donin që njeriu të mbetej njeri. Ai që e përcjell veshjen, ëh? Kështu që pjesa e mimikës është shumë e rëndësishme. Sidomos pastaj me personazhet e famshme që nuk janë model, pra unë kam fotografuar shumë të tillë, që nuk kanë mënyrë tjetër përveç mimikës, dhe ato mimikat që nuk perceptohen në mënyrë plateale, pra nuk bërtasin. Janë shumë të holla dhe shumë ose që vjen re nga njerëz që kuptojnë nga fotografia. Ose nga gjendja njerëzore. Për ty si fotograf është më e thjesht të nxjerrësh të brendshmen e një personazhi i cili është i njohur, po jo fotomodel apo të një fotomodeli? Me modelet është më kollaj. Me personazhet është më e vështirë. Është më e vështirë sepse nuk sado një modele është e përgatitur për pozuar. Në thonjza, edhe pse unë nuk dua që të ngjaj poza. Por me personazhet është pjesa tjetër që është shumë argëtuese, që është komunikimi ndërkohë që bën foto. Dhe unë nuk e shoh tek fotografët shqiptarë nuk e bëjnë. Në përgjithësi nuk e bëjnë, nuk komunikojnë. Se një fotograf i mirë duhet të jetë dhe një regjisor i mirë. Që nga kjo ti e ke në kokë foton që do të bësh. Kështu që ti duhet të realizosh foton që ke në kokë, jo foton që do subjekti. Okej, tani, përmes kësaj të dytës, që sapo the unë kuptova edhe të parën, se tek e para ishan out, s'po të kuptoja se ça, po thoje jam student i dobët në fotografi. Nuk do na merrte për sipër. Kush e fotografon ngocën tënde? Po ne, unë... Jo, do ta bësh ti. Jo, ne. Ç'ka ne? Po pse? Ajo ka një baba dhe një mama. Do ta bësh ti. Baballarët bëjnë fotografi. Kalamajve. Okej, do të kesh një aparat në shtëpi. Jo, s'është problem. Do ta kishe bërë. Po pse me telefon s'mjafton? Jo. Si? Po pse? Sepse në telefon humbasin fotot, prishet telefoni, nuk ruhen në arkiv, nuk printohen. Në momentin që ti angazhohesh për ta bërë me një aparat, ti detyrohesh pastaj edhe ti printosh, siç e bëjmë me nipin tim. Më kujtove një gjë shumë të bukur. Unë e kam pasur fiksim këtë ta bëja dikur. Pra, fotografit të shkoja dhe ti printoja dhe ti laje që thonë dikur. Po, ti laje dhe ti fusja nëpër albume. Dhe ato i ruaj me shumë fanatizëm, edhe ka qenë gjithmonë kjo që e mendoj. Po sikur telefoni. Nuk ka qenë vogël? Plot. Po goca jote ka? Jo, çfarë? Edhe gjëja më e lezetshme është që domethënë ka po shumë pak. Është një prilli, gënjet paktën thuaj ka. Po, mirë, s'ka gjë. Gjëja më e lezetshme është në atë kohë kur besoj kemi qenë ne fëmijë, nuk është se ishte kaq e zakonshme që të gjithë kishin një aparat në shtëpi, po vinte dikush për shembull që vinte nga jashtë, ne kështu e kemi pjesën më të madhe të fotove që kemi në shtëpi, na i shkrepte ato fotografit, diku këndi ishte keq, diku të dilte gjysma e kokës e prerë, ama mbeten kujtime shumë të bukura. Unë shoh fotot e mia kur kam qenë i vogël, edhe ma gjepsen, them si ka mundësi sa të bukura janë. Legjish me film. Kështu që ishin akoma kishin një lloj ngjyre tjetër, filmat kanë një karakter, nuk janë si fotot me celular që janë riprodhimi ngjyrave reale. Fotografia duhet të jetë diçka, duhet të jetë kujtim. Kujtimi nuk është asnjëherë me ngjyrat. Bile mund të them që kujtimet janë pa ngjyra, por janë si ëndrat, thoshte Helmut Newton. Kështu që neve ëndërrojmë pa ngjyra. Neve nuk ëndërrojmë. Kujtimet duhet të jenë disa imazhe që janë dhe një çik të zbardhura, dhe një çik me grain, dhe një çik me canjolla aty, sepse kujtimet janë kështu. Nuk mund të jenë. Përndryshe janë gënjeshtra. Nuk mund të jetë riprodhim besnik i ngjyrave të realitetit. Fotografia nuk duhet të jetë kështu, duhet të jetë një gjë që shkon përtej kësaj. Dhe ke ngjyrat, prandaj filmat kanë pasur një karakter dhe në ngjyra dhe në kontraste, dhe filmat bardhëzi, dhe filmat me ngjyra kishin ca ngjyra të veçanta, ndaheshin dhe kishin nga një emër specifik pikërisht për nuancat e ngjyrave. Është shumë vërtet që kishin karakter. Nuk do gjeja dot fjalë më të mirë. Fotot digjitale nuk kanë karakter, janë një riprodhim i çfarë është
një gjë që e shohim për ditë. Ja, këto trendet për shembull që dalin nëpër rrjetet sociale, e nis njëri e vazhdon tjetri, po nuk ka asnjëherë një gjë individuale aty. Këtë gjë nuk e kisha kuptuar, që të qenit fotograf nuk riprodhon thjesht realitetin, është ajo që ti je regjisor. Tani e bëra lidhjen. Dhe kur bëj fotot me Davidin, me nipin tim, unë vërtet e lë të lirë, se kalamaj duhet jenë të lirë. Unë jam kundra fotografimit të kalamajve për shembull në sfonde, si kuklla, është e tmeshme. Ne rinim ashtu, po s'kishim alternativë tjetër. Rinim ka i kali me vesh. Sepse kam dhe ashtu fotos. E kemi kapur edhe ne ato periudhë. Ato fotot që bëshin në studio dikur. Ndërsa fëmijët duhet jenë të lirë, duhet jenë në habitatin e tyre ku, në një park, në ke liçeni, ku ti duke vrapuar, duke lozur. Dhe unë e fotografoj gjithmonë kështu. Kam një foto duke bërë kakën në turak, për shembull, në banjo e kam kapur gafile aty ulur. Pa jo e bën veçantë dhe ajo ruan kujtimin. Po sepse fotot duhet jenë kujtime. Për te pjesës që duhet jenë të bukura, po mbi të gjitha duhet jenë kujtime. Fotografia këtë ka për detyrë. Natyrisht është zhvilluar, është bërë art, është bërë pjesë e marketingut dhe e tregtisë, po në thelb ka kujtimin. Dhe një aspekt tjetër, do të thënë krejt spontane më erdhi. Kjo mbase s'ka lidhje me fotografinë në kuptimin e rigoros që i po fletësh, që je një marketues i shkëlqyer. Do të thënë, e di si më vjen mua tani sa të mbarojmë bisedën bashkë, ti ikë një aparat dhe të filloj të fotografoj vajzën. Më dhe s'po mban vendi, si shpjegohet atë? Ore, nuk është ide e keqe. Je marketues si papar fare, Nuk është po them ndonjë gjë po them një gjë që duhet të jetë normale. Imat, për shembull, që mua më ka fotografuar shumë dhe më ka xhiruar edhe me video në një kohë që nuk kishte njëri telekamerë në kohën e komunizmit. Janë video që sot janë trashëgimni kulturore, jo materiale në Ministrinë e Kulturës, sepse janë shumë të veçanta, janë video personale, familjare. Me kamerë. Ai nuk kishte lidhje as me kamerën dhe as me aparatin, është inxhinier dhe këtë gjë bëhen i udhëhequr nga dashuria, kam përshtypjen. Unë isha dhe çuni i parë edhe normalisht gjithë vëmendja ishte te unë, isha dhe shumë i bukur. Modestisht. Mos na merr më sy shoh zot, narcisist i bukur. Po pse thua isha? Po isha se nuk jam. Ne tani i takon Violës ta konstatoj. Tani nuk më do njëri. Ja, shumë mirë edhe tani. Nuk e kam humbur atë Shiko, Sharmin me gjinin po pse e prishe muhabetin tash? A the që fotografia e vjetër ka karakter, ka bukurinë e saj. Ti pse duhet ngelesh gjithmonë i ri për të qenë simpatik? Kjo është kjo gjë e viteve që ikin, që pastaj unë mendoj gjithmonë që kalendari është një konvencion, edhe për aq kohë sa është konvencion, është një shpikje e njeriut. Kalimi i viteve duhet të jetë një gjë biologjike, varet realisht sa ndihesh ti. Është për që unë nuk kam dhe kalamaj, nuk kam kështu impenjimesh, ndoshta aty do isha transformuar në një person tjetër. Në këtë momentin këtu unë ndihem realisht 18. Mirë, si ka sa ndihesh? Gjithmonë. Realisht. Domethënë, dhe mendoj që momenti më i bukur i jetës time ka qenë 30-40. Pse ai moment? Sepse ne çunat jemi më të vetëdijshëm. Deri në 30 jemi kastraveca që ecim. Do të thënë jemi që testosteron në lëvizës. Nuk është se kemi shumë, nuk e di çfarë gjeni ju gocat te neve. Asgjë gjemo, thjesht kemi standarde të ulta. Kjo mund të jetë. Këtë muhabet e bëj dhe me studentët e mi, domethënë pyes brezin e ri tani 18 vjeç se si ja bëjnë. Dhe duhet ta them këtë gjën, pavarësisht ishte një sekret që më tha një studente, ishte dalë në një date me një djalë dhe ai kishte hapur ChatGPT-n për të bërë pyetje, ose më mirë të shikte çfarë pyetje duhen bërë për në një date ose Dhe po flasim edhe për dy kohë të kundërta, se dikur mbase bënte më shumë sens gjëja, dinin të afroheshin më mirë, të komunikonin më mirë, po me këtë që thot Mandi që i kishte shkruar ChatGPT-s. Domethënë kemi ardhur në këtë pikë. Është e tmerrshme. Studentët e mi flenë me TikTok, nuk bën sens. Nuk kanë lexuar një libër, një roman, nuk shohin një film. Dhe kjo është pjesë e degradimit të shoqërisë. Neve këtu jemi në pikën që ka filluar degradimi. Dhe nuk është një faj tyre, nuk kanë as ata, kanë faj prindrit e tyre. Janë produkti kohës. Prindrit e tyre duhet i edukojnë shkolla, universiteti,
Unë mundohem ti ndryshoj pak. Po ti nuk e kthen dot në klasë të parë. Nuk e kthej dot sepse unë nuk mund t'i flas prap për për Princin e vogël të Saint-Exupéry's. Duhet ta kishin lexuar kur ishin 10 vjeç, 9 vjeç. Pastaj duhet ta rilexojnë kur janë më të mëdhenj, sepse kuptojnë dy gjëra të ndryshme. Dhe kur ti futesh në filozofinë e fotografisë, të njëjtat leksione që kam marrë unë në New York, me veten tënde mendon për çfarë po flet, me kë. Dhe kjo gjë më demotivon. Natyrisht nuk e them, po mundohem ti motivoj. Brezi i ri ka nevojë të motivohet mbi të gjitha, sepse nuk ka motivim më. Shef që vërdall ka vetëm njerëz të korruptuar, ministra të korruptuar, lajme krim, ku diun, gjërat që qarkullojnë në TikTok, njerëz pa vlerë që bëhen të famshëm. Është e gjithë kjo gjëja këtu dhe mendoj që mund të arrijnë shumë shpejt.